Historiani e studiuesi i njohur Artan Lame është përcjell për në banesën e fundit. Me duar trokitje, lote kujtime, familjar, miq, kolegë dhe qindra qytetar i dhan lamtumirën e parakoshme i shkreu të kadastrës, i cili u nda nga jeta në 23 maj pas problemeve shëndetësore të vazhdueshme me zemrën. Të prekur nga humbja e papritur, miqtë e konsiderojnë Lamen si një figurë të pazëvendësueshme për kontributin që i la vendit. Ne sot edhe mendoj jo vetëm shoqëria, po në vendi kemi humbur një kujdestar të rrallë, unik, të trashëgimisë kulturore dhe historike. Unë nuk jam autoritetin ndoshta absolut për ta thënë këtë, po mendoj që është kështu. Të tjerë shprehen se nga sot Tiranës do t'i mungojë një njeri intelektual me dije të gjithanshme. Tiranës dhe Shqipërisë do t'i mungojë një njeri i ditur. Një njeri që kishte mendim për gjithçka, një njeri patriot, që vetë ofroheshte për kauzat mëdha publike dhe kombëtare, dhe mbi të gjitha vinte në shërbim jo vetëm diturit dhe njohjet e tij unike, por dhe pasionin që kishte Artan Lamja për t'i mbrojtur këto çështje. I japim lamtumirën e fundit një mikut të shqiptarëve, një njeriut me shumë vlera, një shtetdashësi, i cili kontriboi deri në ditën e fundit të jetës së tij. Do ta mbaj gjallë kujtimi i tij, do të mbaj gjallë shokët, bashkëpunëtorët për ta ngritur edhe këtë si thua ëndër të fundit që kishte, që nuk arriti ta realizonte për fat të keq Artan Lamja. Preft në paqe, i lehtë qoftë dhe ori ta mbuloj. Në orën 12 të mesditës, kortezhi u nis drejt varrezave të Sharrës, ku do të prehet Artan Lame. Ai ndërroi jetë në moshën 58 vjeçare në Gjermani pas një ndërhyrje të vështirë në zemër, nga e cila nuk arriti të rikuperohej.